Mirë se erdhët, sot do të zbërthejmë nga keqkuptimet më themelore në botën e biznesit, atë rreth marketingut. Shumë njerëz mendojnë se e dinë çfarë është, por realiteti është shumë më interesant dhe po të mos kuptohet, mund të përcaktoj fatin e një ide të shkëlqyer. Ja ku e kemi. Kjo është një mendësi që e dëgjojmë kudo. Taulanti, një pronar i ri, një fast foodi, është absolutisht i bindur që ka hamburgerin më të mirë në qytet. Dhe për të, problemi vetëm është që njerëzit nuk e dinë akoma. Pra, zgjidhja, reklam. Por, a është vërtet kaq e thjeshtë? Mirë, le të futemi thelbit. Besimi se marketingu është thjesht reklam është ndoshta gabimi më i përhapur dhe, sinqerisht, më e kushtueshëm që bëjnë sipërmarrësit. Le të shohim pse kjo mënyrë të menduarit është kaq e kufizuar. Dhe kjo metafore godet pikërisht në shenjë. Imagjinoni pak, reklama, si timoni, është pjesa që shihet, pjesa që drejton, është thelbësore pa diskutim, por ajo vetëm sa drejton diçka shumë më të madhe. Marketingu është i gjithë motori, shasja, rrotat, është i gjithë sistemi që bën makinën të ecë përpara. E këtu fillon ndryshimi i parë rrënjësor në mendësi. Marketingu i vërtet nuk fillon me produktin. Jo, fillon me problemin e klientit. Thelbi nuk është të shesësh atë që ke, por të krijosh atë që dikujt i duhet vërtet. Le të marrim një shembull që e njohim absolutisht të gjithë. Mendoni për herën e fundit që keni hyrë në një McDonald's. A keni bler thjesht një copë mishi mes 2 bukëve dhe ca patate të friduara? Apo mos keni bler diçka tjetër? Ja ku qëndron sekreti. Produkti fizik këtu është pothuajse dytësor. Njerëzit nuk blejnë ushqim, ata blejnë zgjidhje, blejnë shpejtësi kur janë me vrap, blejnë siguri sepse e dinë saktësisht se çfarë shije do të ketë, dhe blejnë paqe kur fëmijët më në fund hanë diçka pa u ankuar. Ky është thelbi, zgjidhja e një problemi konkret. Dhe ja ku vim të një tjetër kurth i madh, përpjekja për t'i pëlqyer të gjithëve. Është një recetë për dështim. Pse? Sepse kur përpiqesh të jesh gjithçka për të gjithë, përfundon duke mos qenë asgjë e veçantë për askënd. Fokusimi është fuqi. Imagjinoni pak të histori. Një pizzeri e re hapet me produktin më fantastik të mundshëm, përbërës nga Italia, receta autentike, gjithçka perfekte. Dhe prapse prap dështon brenda pak muash. Problemi nuk ishte pica. Problemi ishte se ata po përpiqeshin të shisnin pica gourmet dashamirësve të kuzhinës italiane në një lagje plot me student, të cilët çfarë kërkonin? Pica të lira, të shpejta dhe me shumë oferta. Produkti i shkëlqyer nuk u takua kurrë me audiencën e duhur. Dhe mjeti strategjik për të mos bërë këtë gabim fatal quhet segmentimi i tregut. Është fare e thjeshtë, në vend që të bërtasësh në një stadium plot me njerëz, ti zgjedh të ulesh dhe të bisedosh me një grup të caktuar njerëzish, ata që janë vërtet të interesuar për atë që ke për të ofruar. Shikoni sa i fuqishëm bëhet ky koncept kur e zbërthejmë. Studentët nuk janë një masë vetme, as pak. Kemi studentin e nxituar që ka nevojë për diçka të shpejtë mes leksioneve, kemi studentin social që kërkon një vend ku të rrijë me shoqërinë, dhe kemi studentin e natës që i duhet një vend i qetë dhe energji për të studiuar. Secili prej tyre ka nevoja krejtësisht të ndryshme, apo jo? Mirë, pasi e ke zgjedhur segmentin tënd, pra grupin tënd të njerëzve, vjen hapi tjetër. Pyetja bëhet, si do që ata të perceptojnë? Cila është ajo ide e vetme, ajo hapësirë specifike që do të zësh në mendjen e tyre? Pra, thelbi i pozicionimit nuk është se çfarë i bën produktit të tënd. As pak, ka të bëj me atë se çfarë i bën mendjes së klientit tënd potencial. Është një betejë për perceptimin, jo për produktin. Kjo është thjesht e mrekullueshme. Shikoni si pozicionimi drejton absolutisht çdo vendim. Por studentin e natës, gjithçka, por absolutisht gjithçka duhet të përforcoj këtë ide. Nga menyja me pijen energjike të ndriçimi i fortë, muzika e qetë, orari i zgjatur, çdo detaj komunikon një mesazh të vetëm. Ky është vendi yt për të studiuar. Në rregull, kemi folur shumë për teorinë, por si duket kjo në praktik? Si mund të filloj dikush si Taulanti me biznesin e tij të ri? E po, ja një plan konkret, i thjeshtë dhe shumë i arritshëm. Ky nuk është marketing i komplikuar nga librat, kjo është puna bazë, themeli. Do të thotë dalesh nga lokali, të flasësh me njerëz real, vëzhgo, dëgjo, analizo, dhe vetëm atëherë, vetëm pasi të kesh kuptuar, merr një vendim strategjik se kë do t'i shërbesh. Dhe e gjithë kjo na sjell te transformimi final, te pika më e rëndësishme. Kjo nuk ka të bëjë thjesht me taktika marketingu, ka të bëjë me një ndryshim të thellë, filozofik, në mënyrën se si e shet të gjithë idenë e biznesit.
Këtu është ndryshimi thelbësor. Një pronar biznesi bie në dashuri me produktin e vet, një sipërmarrës nga ana tjetër bie në dashuri me problemin e klientit të vet. I pari përpiqet të shes atë që di të bëj, i dyti krijon atë që klienti kërkon. Ky ndryshim në fokus është gjithçka. Pra, në fund të ditës, kjo është pyetja e madhe që çdo njeri me një ide duhet i bëj vetes. Apo mundohesh të ndërtosh thjesht një produkt më të mirë, apo po ofron një zgjidhje më të mirë për një problem real të një grupi specifik njerëzish? Përgjigjja kësaj pyetjeje mund të bëjë gjithë diferencën mes suksesit dhe dështimit. Faleminderit që na ndoqët.